Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të dhënë lajmet më të fundit dhe për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit. Do të flasim dhe do të komentojmë mbi marrëdhënie, sepse realisht nuk mundem ta neglizhoj, kam patur shumë pyetje. Mbi marrëdhënien të Ledion Liço dhe Sara Hoxhës. Ledioni dhe Sara vazhdojnë që të jenë akoma në qendër të vëmendjes, shumë pyetje për to, shumë pikë pyetje në fakt rreth marrëdhënies së tyre, rreth raportit të tyre, si po shkojnë gjërat, a janë gjërat në rregull, a është dashuria në rregull, a është jeta dhe marrëdhënia e tyre në rregull. Nga ajo që unë kam arritur të kuptoj, historia e tyre e dashurisë vazhdon po të jetë e lumtur, njësoj si që ishte në ditët e para kur ato të dy u njohën. Ledioni dhe Sara gjithmonë kanë patur një marrëdhënie, kanë patur një kimi, kanë patur një storje të dashurisë të jashtëzakonshme. Do të thënë gjithmonë kanë qenë të bekuar në historinë e tyre të dashurisë, në rrugën e tyre të dashurisë. Pikërisht, Ledion Liço dhe Sara Hoxha kanë përzgjedhur që të jenë sa më larg mediave, kanë përzgjedhur që të mos postojnë fotografi, kanë përzgjedhur që të mos ndjekin qoftë edhe me like njëri tjetrin, sepse është mekanizmi i marketingut të tyre vazhdueshëm që jemi mësuar në fakt të shohim lart dhe poshtë nëpër artistët shqiptar. Shoh një Ledion i cili është pothuajse gati për të nisur rrugtimin e sezonit të radhës të Big Brotherit, që e pret një rrugtim shumë i fortë, që e pret një rrugtim shumë dinamik, po gjithashtu edhe Sara. Do me thënë, Sara dhe Ledioni janë të fokusuar tek familja e tyre, tek fëmijët e tyre që i kanë të shenjtë, por paralelisht edhe në suksesin e tyre, do me thënë edhe në rrugtimin e suksesit të tyre, në atë sukses që Ledioni dhe Sara e duan, e presin me shumë dashuri dhe me shumë emocion. Do me thënë, janë të lumtur në rrugtimin e tyre që e bëjnë. Për të gjitha thashethemet që vazhdojnë akoma të jenë aktive, që Ledioni dhe Sara nuk kanë raport, që Ledioni dhe Sara kanë prishur raportet e tyre, kanë prishur rrugtimin e tyre, kanë prishur emocionet e tyre, kjo është krejtësisht një gënjeshtër. Do me thënë, raporti i tyre është më se i vërtet, raporti i tyre është më se njerëzor, dhe që të dy janë perfekt të lumtur, nuk ka asnjë gjë të keqe mes çiftit dhe janë duke shijuar dhe jetuar marrëdhënien e tyre. Do me thënë, po jetojnë me shumë kënaqësi marrëdhënien e tyre. Unë uroj me zemër që t'ju shkojnë gjërat kështu dhe më besoni, po përgatitet një Big Brother i paimagjinueshëm.